Sidomos nisur nga brezi i ri, nga gjenerata e re. Le t'i gëzojmë faktin që të rinjt kur duan bëjnë protesta, se mund ta bëjnë edhe për kushte më të mira të se nesër. Edhe për ato hadhe që ti mund ta bëjnë protestën, se deri tani jemi apatik. Albatros, aktualitet dhe çka kanë ndoshta diçka kjo. Është rëndësishme të thuhet kjo protestë është mirë që po përkrahet në Tiranë dhe po flitet për të Tiranë, është mirë që shqiptarët e Shqipërisë ta kuptojnë që ne problemet me fqinjet tanë slavë nuk i kemi politike, nuk i kemi se na ka përqau politika apo dikush tjetër, janë strukturore, janë të bazuar në një urrëtie patologjike edhe një program që neve na i mohon të drejtën themelore me ekzistu. Atyre ju pengon ekzistenca jonë, dhe këto duhet me kuptu këto njerëzit në Shqipëri. Nuk është që shqiptarët e Jugosllavisë i imagjinojnë ato probleme. Imagjinon vitin 2026, kur flitet për Evropë, për të tjera, diskutohet për një çështje bazike. Çka kam i pengu aty gjuha shqipe? Ju pengon gjuha shqipe, domethënë, kjo na kthen në atë epokën e filmave të kohës komunizmit, kur kemi mësua ato Dhaskal Thodri, Rruga e Shkronjave, është po e njëjta gjë, edhe është e dhimbshme që kjo ndodh në vitin 2026. Te aktualiteti dua të ndaj diçka që e kemi diskutuar edhe herën e kaluar në këtë emision, çështja e jashtësorëve alienëve ka pas një zhvillim tjetër dramatik në Amerikë, në televizionet kryesore, televizionet e mëdha si Fox News, që konsiderohen serioze, edhe të afërta edhe me pushtetin, edhe me informacionin, kanë dalë njerëz shumë serioz, cilët kanë paralajmëruar që Departamenti i Mbrojtjes i Shtetit Bashkuar të Amerikës do të ndajë informacione të tjera, fotografi të tjera, video të tjera, gjëra të tjera në lidhje me jashtësorët, domethënë me ato, sepse deri tani 500 milion njerëz vetëm në 24 orëve janë futur në atë website-in ku mërë 500 milion njerëz, dhe kjo ka nëzit kërshërit madhe. E qartë. Tash kanë dalë njerëz që thonë se hapi i radhës, dhe kjo ishte shumë interesant, jam shuku kur e kam ndjek emisionin, thot, Shtetet Bashkuara të Amerikës, po thot, jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, po dhe fuqi tjera, kanë informacion, edhe kanë dëshmi, kanë mbledh trupa, mbetje biologjike të 4 llojeve të jashtësorëve. Reptilian, insektoid, lloji që jemi mësuar me pa në për filma, domethënë ai tradicional, shumë interesant. Edhe thot ata që e quajnë tipin nordik, që tash kjo na lidhet me mitologjitë tona, gjigantët, thotë që duken si skandinav, po shumë të mëdhej në trup. Humanoid, tërësisht humanoid, por gigantë të mëdhej. Po flasim për njerëz shumë serioz, cilët këto deklarata i kanë bërë para popullit amerikan. Çfarë na tregon kjo? Kjo na tregon që po jemi shumë afër në pikën, edhe tash kur njerëzimit thjesht do i thuhet që ne nuk jemi vetëm, edhe që ata janë në mesin tonë. Manush, po duhet të rikthehem pak tek hallet tona, pasi pash një statistikë vërtet shumë shqetësuese. Një raport i Instatit për 3 mujorin e parë të këtij viti vinte në dukje se pati më shumë vdekje se sa lindje në Shqipëri gjatë këtij 3 mujori, që do të thotë, për mendimin tim, një lajm të trisht që çiftet e reja kanë frikë të lindin sot fëmijë për shkak se nuk mund të përballojnë dot rritjen e një fëmije, koston e jetesës, nuk kanë një stre ku të fusin kokën, dhe këto shifra rikthehen për herë të parë që pas periudhës së pandemisë, dhe lajmi trisht që popullata shqiptare shkon drejt kurrjes. Dhe jemi ndër vendet që kemi më pak politika, duhet thënë, për çiftet e reja. Pash një gjë në Greqi, që për çiftet e reja ka një lloj mbështetje nga qeveria, 25 deri në 40 vjeç, që jep kredi pa interes ose me interes shumë të vogël për banesa, për shembull, që janë të ndërtuara përpara vitit 2007. Këtu ende nuk ka asgjë konkrete dhe të kesh frikë të lindësh fëmijë për mua sot është shumë problem. Unë pi kafe çdo ditë me një komandant të shquar, i them, ushtar, i cili kështu ish oficer, i cili ka marrë gjithmonë, ka studiuar gjithmonë, ka qenë përgjithësi statistikave dikur të gjendjes ushtarake ku grumbulloheshin të rinjt, edhe im tha sot një statistikë shumë të frikshme. Thot në 2100-ën në Shqipëri do ketë 800.000 banor, dhe këta 800.000 banor, sipas studimeve të tij që bën këto analistë të tij, do jenë shumë pak shqiptar brenda tyre. Po ka filluar. Në rreth 14 them tjetër. Cako, çka aktualiteti kemi? Po me qenë se u përmend kjo puna gjuhës, është e rëndësishme kjo lufta kundër gjuhës shqipe në Maqedoni. Është e çuditshme, ka një armiqësi të madhe kundër gjuhës shqipe në të gjitha epokat, nga të gjithë këta
njerëzit e shuar dhe kjo ka një mister të madh. Odoakeri, pushtuesi madh vizigot në vitin 476 që mondi perandorin e fundit Romulus Augustulus, si ka qenë, se ta shiuap kjo temë. Një nga kërkesat që ju ka bërë në Rom ka qenë të zhduken ilirët dhe gjua e ilirëve nga administrata e Romës. E para. E dyta, me 1453 përsëri Mehmet Fatiu, pushtuesi i madh i perandorisë romake të lindjes, pra i Bizantit, një nga kërkesat që ka patur qysh ditën e tretë, mbas pushtimit, pasi la jeniçerët të grabisnin qytetin për 3 ditë, me drejtuesit e administratës, me drejtuesit e vjetër të administratës së Bizantit, një nga kërkesat e tij ka qenë të zhduken arbërit nga Bizanti dhe nuk dua të dëgjoj gjuhën shqip. E njëjta gjë ka ndodhur me Shën Kozmajin, i cili kur vinte në emër të kishës ortodokse për të kthyer dhe për të konvertuar sa më shumë popullata nga zona e Shqipërisë mesme dhe jugore, derisa e vran dhe i pren kokën banorët, ai predikonte me mbështetjen edhe të portës osmane, por edhe të klerit ortodoks të Fanarit, ku ishte qendra e ortodoksizmit botëror në atë kohë, kërkonte me ngulm që predikimet e priftërimve dhe populatat ortodokse të mos flisnin shqip, por të flisnin mundësisht greqisht ose turqisht, dhe ai gjithmonë theshte që gjua shqipe është një gjuhë e mallkuar. Ka një mister të madh që unë dyshoj pse është, domethënë, por nuk jam i bindur plotësisht. Çfarë misteri? Për këtë unë dyshoj që gjua shqipe dikur para përmbytjes madhe mund të ketë qenë siç është anglishtja sot. Mund të ketë qenë një gjuhë ndërkombëtare në atë botën e vjetër, në gjeneratën e 4. E kam këtë dyshim. Po është edhe bazuar në fakte kjo, s'është fare. Për të zhdukur çdo lloj lidhje me atë epokë, këta duan me çdo kusht ta zhdukin gjuhën shqipe, e cila sot po mbahet nga populli shqiptar në Ballkan, po dhe kudo në botë ku familjarë të ndryshëm në çdo vend që janë migrantë flasin gjuhën shqipe si një nga perlat dhe diamantet e kulturës shqiptare. Desha të thesha në aktualitet manush një ngjarje që nuk është vetëm me shqiptar, por është edhe me shumë njerëz të tjerë të cilët me lëvizje humanitare ishin përpjekur të ndihmonin popullin